Milot Rashica është duke kthyer dal me dal formën e tij optimale. Ylli shqiptar është duke bërë paraqitje pozitive në këtë sezon me Beşiktaşin, 28 vjeçari i cili u transferua në ekipin bardezi në fillim të sezonit të kaluar. Deri tash në këtë edicion i ka zhvilluar 30 ndeshje, ndërsa i ka shënuar 4 gola dhe i ka bërë 9 asistime, duke kontribuar në 13 golat e ekipit nga Superliga turke. Përfaqësuesi kosovar tashmë ka kaluar kontributin e tij në gola nga sezoni i kaluar, shkruan mediumi turk Sporks. Në edicionin 2023-2024 shturmuesi krauti kishte zhvilluar 41 ndeshje me skuadrën nga Stambolli, ndërsa i kishte realizuar 5 gola dhe i kishte dhënë 7 asistime duke kontribuar në total në 12 gola, dhe nëse e shënonte një gol ose nëse bënte një asistim në ligë apo në kupë, Vushtriasi do ta regjistrojë sezonin me kontributin më të lartë në gola që kur është transferuar në Turqi. Në sezonin 2022-2023 Rashica luajti në forma huazimi në Galatasaray, ndërsa në 30 ndeshje i realizoi 6 gola dhe i bëri 7 asistime, duke kontribuar në 13 gola me ekipin bardekuq. Me ardhin e trajnerit Solskjaer, Rashica i ka realizuar 3 gola dhe i ka bërë 4 asistime duke u bërë njëri nga lojtarët më të spikatur të skuadrës bardezi në sulm. Në ndeshjet e fundit Rashica së bashku me Rafa Silvën është bërë një nga armët më të rëndësishme të Beşiktaşit për të shënuar gola.